Fshati Syzez, që i përket njësisë administrative Poshje në Bashkinë Dimal, prej vitesh përballet me mungesë të plotë të ujit të pishëm në banesat e tij. Banorët shprehen jashtë kamere të lodhur nga premtimet e përsëritura të institucioneve, të cilët sipas tyre nuk kanë marrë asnjëherë masa konkrete për të investuar në rrjetin e ujësjellësit. Ironikisht, tubacioni kryesor që furnizon me ujë fshatrat përreth kalon përmes Syzezit, por vetë ky fshat mbetet i lënë në harres. Ndërkohë, një tjetër problem madhor janë kanalet anës rrugës, ku ujërat e zeza përzihen me ato të bardha, duke shkaktuar era të padurueshme, sidomos gjatë stinës së verës. Afër kanaleve ndodhet edhe shkolla e fshatit, gjë që përbën rrezik për shëndetin publik, sidomos të fëmijëve. Banorët të cilët preferojnë të flasin jashtë kamerës nga frika e ndëshkimit institucional, akuzojnë drejtuesit lokal dhe kryebashkiaken për mungesë vëmendje dhe premtime boshe. Një paradoks tjetër është fakti që vetë drejtuesi i njësisë poshtme është i banori i këtij fshati, por edhe ai sipas tyre ka zgjedhur heshtjen. Deri kur do të zgjasë kjo situatë dhe a do të marrë kush përgjegjësi për neglizhencën ndaj banorëve të Syzezit? Kjo mbetet një pyetje pa përgjigje.